Imagjinoni të merrni pjesë në një dasmë ku nderi I të gjithë familjes është në lojë dhe ku momenti më vendimtar ndodh larg syve të gjithëve. Në kohët biblike, martesa nuk ishte thjesht dashuri apo kremtim. Ishte aleancë, traditë dhe një provë e heshtur që mund të ndryshonte fatet përgjithmonë. Shumë I njohin historitë romantike të Biblës, por pothuajse askush nuk flet për atë që ndodhte vërtet kur festa mbaronte dhe fillonte nata e dhëndërisë. Sot do të zbuloni zakone të harruara, të vërteta historike dhe detaje që rrallëherë shpjegohen. Para se të vazhdoni, regjistrohuni tashmë në kanal dhe lini pëlqimin tuaj që të mos humbisni historitë e ardhshme biblike që zbulojnë atë që pak kush e tregon. Qëndroni deri në fund sepse një zbulim I vetëm mund të transformojë plotësisht mënyrën se si kuptoni martesat biblike. Sui ishte martesa në kohët biblike, e vërteta më bëi natën e dhëndërisë që askush nuk e përmend, ju kur nuk jeni kërkuar për martesë. Të paktën jo në mënyrën që imagjinoni. 3000 vjet më parë, asnjë burr nuk ulej në gjunjë me një unas. Asnjë grua nuk thoshte po me lot në sy. Martesa nuk fillonte me dashuri. Fillonte me një negociat mes dy etërve, një kontratë të nënshkruar dhe një çmim të paguar në argjend. Dhe nusja? Shpeshherë e njihte fytyrën e burrit vetëm natën kur duhej të ndante shtratin me të. Kjo është realiteti që askush nuk e tregon kur flet për martesën biblike. Një realitet ku romanca ishte luks, zgjedhja personale ishte përjashtim dhe fati I një vajze të re vendosej para se ajo të mund të jepte mendim. Jo për mizori. Por sepse në atë shoqëri, martesa nuk ishte për ndjenja. Ishte për mbijetesën, nderin dhe vazhdimsinë e gjinisë. Mendoni skenarin. Ju jeni një ere 14 ose 15 vjeçare që jetoni në një fshat në Juden e lashtë. Rutina juaj përfshin marrjen e ujit në pus, bluarjen e drithit, kujdesin për vëllezërit e motrat më të vegjël dhe mësimin nga nëna juaj të sekreteve të mbajtjes së një shtëpie në punë. Një ditë, babai juaj vjen me një lajm. Një burr nga një familje fqinje ka shfaqur interes. Negociatat do të fillojnë. Ju nuk konsultoheni. Nga ai moment, e ardhmja juaj fillon të varet nga një bisedë mes dy burrave më të moshuar, të ulur në hije të një fiku, duke diskutuar vlerat, tokat dhe angazhimet. Martesa biblike ishte, mbi të gjitha, një marrëveshje tregtare dhe sociale. Kjo nuk do të thotë se dashuria nuk ekzistonte. Do të thotë se ajo nuk ishte parakusht. Ishte pasojë e pritshme, diçka që duhej të rritej më pas, jo më parë. Hapi I parë I këtij procesi kishte emër specifik. Quhej zgjedhja e nuses. Në shumicën e rasteve, prindërit e bënin këtë përzgjedhje duke konsideruar faktor praktik. A ishte familja e respektueshme? A kishte vajza e re reputacion të mirë? A kishte përputhshmëri mes fiseve? A e lejonte marrëveshjen çështja financiare? Ishin pyetje objektive, jo romantike. Gjeneza regjistron një nga shembujt më të detajuar të këtij procesi. Kur Abrahami vendosi se ishte koha që djali I tij Isaku të martohej, ai nuk e la djaloshin të zgjidhte. Patriarku ishte 140 vjeç. Gruaja e tij Sara kishte vdekur pak kohë më parë. Isaku, tashmë 40 vjeç, vazhdonte të ishte beqar. Në çdo familje tjetër të rajonit, kjo do të ishte skandal. Një burr I kësaj moshe pa grua dhe pa fëmijë përfaqësonte dështim social. Por Abrahami kishte një shqetësim specifik. Nuk donte që djali I tij të martohej me gra kananease. Jo për paragjykim etnik. Për çështje feje. Popujt e Kanaanit adhuronin perëndi të tjera, praktikonin rituale që aleanca me Zotin I ndalonte. Një martesë e tillë mund ta devionte Isakun nga rruga që Perëndia kishte vizatuar për pasardhësit e tij. Atëherë Abrahami thiri Elizerin, shërbëtorin më të vjetër të shtëpisë së tij, administratorin e gjithçkaje që zotëronte. E bëri burrin të betohej me dorën nën kofshën e tij, gjestë që tregonte betim solemn që përfshinte pasardhësit. Misioni ishte I qartë, të udhëtonte më shumë se 800 kilometra deri në Mesopotami, tokën e origjinës së Abrahamit, dhe të gjente një grua të përshtatshme mes të afërmve të tij. Jo më të bukurën. Jo më pasionanten. Më të përshtatshme për aleancën që Perëndia kishte vendosur. Elizeri arriti te pusi I Naurit në të ngrysur, saktësisht në orën kur gratë vinin për të marrë ujë. Ai bëri një lutje specifike. Kërkoi një shenjë. E reja që do t'i ofronte ujë atij dhe gjithashtu 10 deveve të tij do të ishte e zgjedhura.
konsideroni peshën e kësaj prove. Një deve e etur mund të pi deri në 130 litra ujë me njëherë. 10 deve do të thoshin potencialisht më shumë se 1000 litra. Çdo udhëtim të pusi me një qyp balte mbante më së shumti 20 litra. Po flasim për 50 ose 60 udhëtime të pusi në diellin e Shkretëtirës. Rebeka u shfaq. Pa e ditur se po vëzhgoj, ajo i ofroi ujë të huajit dhe pastaj tha fjalët e sakta që Elizeri priste, do të nxjerr ujë edhe për devet e tua. Shërbëtori qëndroi në heshtje duke vëzhguar. Ereja punoi derisa të gjitha kafshët u ngopën. Ajo nuk ishte thjesht mikpritje. Ishte dëshmi e karakterit, gatishmëri për punë të rëndë dhe bujari që te i kalonte të priturën. Po atë natë, Elizeri shkoi në shtëpinë e Betuelit, babait të Rebekës. U ofruan dhurata. Bishuteri ari që peshonin rreth gjysmë kilogrami u vendosën në duart e familjes. Propozimi u paraqit. Dhe pastaj erdhi pyetja që do të përcaktonte gjithçka, a do ta dorëzoni vajzën? Labani dhe Betueli u përgjigjen bashkë. Kjo vjen nga Zoti. Nuk mund të themi as po, as jo. Rebeka është para teje. Merre. Vini re se Rebeka u konsultua vetëm më pas. Dhe gjithsesi, pyetja nuk ishte nëse ajo donte të martohej me Isakun. Ishte nëse ajo ishte e gatshme të nisej menjëherë apo preferonte të qëndronte edhe 10 ditë. Vendimi i madh tashmë ishte marrë nga të tjerët. Kjo mund të duket shtypse për standardet moderne. Por brenda asaj kulture funksiononte si sistem mbrojtjeje. Një ere e vetme nuk kishte si të vlerësonte nëse një pretendent do t'i përmbushte premtimet e tij. Babai, me përvojë dhe rrjet kontaktesh, mund të hetonte reputacionin e familjes së dhëndrit, të verifikonte aftësinë e tij për mbajtje dhe të garantonte kushte të drejta në kontratën martesore. Dhe kontrata ishte fjala kyçe. Ndryshe nga sa imagjinojnë shumë njerëz, martesa në botën biblike nuk ishte thjesht ceremoni fetare. Ishte dokument ligjor. Arkeologët kanë gjetur qindra kontrata martesore të lindjes së afërt të lashtë, disa që datojnë më shumë se 4000 vjet. Këto dokumente specifikonin detyrimet e të dyja palëve, kushtet për divorc, të drejtat mbi pronat dhe madje penalitetet për mosrespektim. Elementi qendror i këtyre negociatave ishte mohar. Kjo fjalë hebraike zakonisht përkthehet si doti ose çmimi i nuses, por asnjë përkthim nuk e kap plotësisht kuptimin e saj. Mohar nuk ishte pagesë sikur gruaja të ishte mall. Ishte kompensim për familjen e saj për humbjen e një punëtoreje dhe gjithashtu garanci që dhëndri e merrte angazhimin seriozisht. Mendoni logjikën ekonomike. Një vajzë përfaqësonte vite investimi. Ushqim, rroba, trajnim në aftësi shtëpiake. Kur ajo martohej, e gjithë kjo aftësi produktive transferohej në një familje tjetër. Mohar e balanconte këtë ekuacion. Ishte njëja e vlerës që ereja do t'i shtonte shtëpisë së saj të re. Vlerat varionin sipas pozitës sociale. Familjet e thjeshta negocionin shuma modeste, mbase e barabartë me punën e disa muajve. Familjet më të kamura trajtonin vlera domethënëse në argjend, ar ose kope. Për vajzat e mbretërve, numrat mund të ishin astronomik. Vlera varionte jashtëzakonisht. Kur Jakobi deshi të martohej me Rakelën, nuk kishte burime për të paguar mohar tradicional. Kishte ikur nga shtëpia e babait të tij pasi vodhi bekimin e Esaut. Arriti në shtëpinë e Labanit, dajës së tij, fjalë për fjalë pa asgjë përveç rrobave të trupit. Si të paguante për një nuse në këto kushte? Atëherë ofroi diçka ndryshe, 7 vjet punë. Mendoni peshën e këtij propozimi. 7 vjet duke u zgjuar para se të lindte dielli. 7 vjet duke u kujdesur për kope në të ftohtin e dimrit dhe në nxehtësinë përvoluese të verës. 7 vjet duke duruar manipulimet e Labanit. 7 vjet larg familjes së tij të origjinës. Gjithçka për një grua. Gjeneza përshkruan se këto vite u dukën si pak ditë për dashurinë që kishte për të. Është një nga fjalit më romantike të gjithë Biblës dhe tregon se dashuria mund të ekzistonte edhe brenda një sistemi në dukje të ftohtë. Jakobi nuk u detyrua ta donte Rakelën. Ai thjesht e deshi. Dhe kjo dashuri transformoi vitet e punës së rëndë në kohë që fluturonte. 7 vjet të tërë. Kur më në fund afati mbaroi, Jakobi shkoi te Labani. Koha ime u plotësua. Më jep gruan time që të martohem me të. Banketi u përgatit.
Nata erdhi. Nusja e mbuluar me velo u dërgua në dhomën e errët. Dhe në mëngjes Jakobi zbuloi se kishte konsumuar martesën me motrën e gabuar. Lia, jo Rakela. Mashtrimi i Labanit zbulonte hijet e sistemit. Velloja e rënd, errësira e dhomës, tradita e heshtjes gjatë natës së parë, e gjithë kjo lejoi shkëmbimin. Jakobi protestoi, por Labani kishte përgjigjen gati, nuk është zakon në tokën tonë të japim më të voglën para të parlindurës. Nëse donte Rakelën, duhej të punonte edhe 7 vjet të tjerë. 14 vjet në total. Për dashuri. Por Mohar mund të merrte forma të tjera. Kur Sauli deshi të vështirësonte martesën e Davidit me vajzën e tij Mikala, kërkoi një çmim makabër, 100 prepucium filistesh. Ishte një dënim me vdekje i maskuar si propozim martesor. Sauli llogariste se Davidi do të vdiste duke u përpjekur të përmbushte kërkesën. Bariu i ri i surprizoi të gjithë. U kthye me 200. Përveç Mohar, ekzistonte një komponent tjetër financiar i quajtur Matan. Ishin dhurata të dhëna drejt për drejt nuses, jo familjes së saj. Bizhuteri, rroba, objekte me vlerë që do të bëheshin pronë personale e gruas. Ky detaj ka rëndësi sepse krijonte një lloj sigurie financiare. Nëse martesa përfundonte për faj të burrit, gruaja do të merrte Matan me vete. Elementi i tretë ishte shiluhim, dhuratat që familja e nuses dërgonte me të në shtëpinë e re. Mund të përfshinin shërbëtore, kope, vegla shtëpiake dhe toka. Kur Rebeka u nis për të takuar Isakun, familja e saj dërgoi bashkë me tëtajen e saj dhe shërbëtore të tjera. Kalebe premtoi të jepte vajzën e tij Aksa bashkë me burime ujë si shiluhim, duke pranuar se toka pa ujë nuk kishte vlerë në atë rajon arid. Si do të ishte të merrje pjesë në këto negociata? Si nuse e re, ju ndoshta dëgjonit fragmente bisedash, shinit lëvizjen e dhuratave, ndjenit tensionin në sytë e nënës suaj. Por detajet zgjidheshin mes burrave. Roli juaj ishte të prisnit. Kur negociatat arrinin në një marrëveshje të kënaqshme, ndodhte diçka që ndryshonte gjithçka. Çifti hynte në një stad të quajtur Kidushin, shpesh i përkthyer si fejes. Por këto fjalë moderne nuk e kapin seriozitetin e asaj që do të thoshte. Kidushin ishte ligjërisht detyrues. Nga ai moment, e reja konsideroi gruaja e dhëndrit para ligjit. Nuk jetonin bashkë ende. Nuk kishin intimitet fizik. Nuk ndanin vakte apo hapësirë shtëpiake. Por lidhja ishte aq reale sa prishja e saj kërkonte divorc formal. Nëse dhëndri vdiste gjatë kësaj periudhe, e reja konsideroi vejush me të gjitha të drejtat dhe kufizimet që kjo nënkuptonte. Nëse ajo përfshihej me një burr tjetër, trajtohej si shkelëse kurore me të gjitha pasojat e rënda që ligji i përcaktonte. Ky dallim ngatëron lexuesit modern. Për ne, fejesa është angazhim serioz por i kthyeshëm. Një çift mund të prish fejesën pa proces ligjor. Mjafton një bisedë e vështirë dhe kthimi i unazës. Në botën biblike, Kidushin krijonte realitet juridik që përfundonte vetëm me vdekje ose dokument formal divorci. Mateu regjistron saktësisht këtë situatë. Maria ishte e fejuar me Jozefin kur zbuloi se ishte shtatzën nga fryma e shenjtë. Imagjinoni pozicionin e saj. E virgjër, e premtuar një burri të drejtë, duke mbajtur një fëmijë që nuk ishte i tij. Si ta shpjegonte? Kush do ta besonte? Jozefi, duke mos ditur origjinën hyjnore të fëmijës, konsideroi ta lindte fshehurazi. Teksti përdor fjalën divorc. Jo të ndërpriste lidhjen. Jo të anulonte angazhimin. Divorc. Sepse Kidushin tashmë i bënte ata burr e grua në terma ligjor, edhe pa konsumim. Edhe pa bashkëjetesë. Edhe pa që Jozefi ta kishte prekur ndonjëherë Marin. Kjo periudhë e fejesës zgjaste zakonisht 12 muaj për një të virgjër dhe 1 muaj për një vejush. Koha nuk ishte arbitrare. Shërbente që dhëndri të përgatiste gjithçka për të pritur gruan e tij. Në praktik, kjo do të thoshte të ndërtonte ose të rinovonte dhoma. Dimensiononi këtë detyrë. Një i ri hebre tipik jetonte ende në shtëpinë e babait. Kur martohej, nuk dilte për të ndërtuar rezidencë të vetën. Shtonje dhoma të reja në strukturën ekzistuese. Ishte punë manuale e rëndë, prerja e gurëve, përgatitja e llaçit, ngritja e mureve, instalimi i dyrëve. E gjithë kjo ndërsa vazhdonte detyrimet e tij të rregullta të punës në fushë ose në punishten e familjes.
Jezusi përdori saktësisht këtë imazh për të shpjeguar largimin e tij. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Po shkoj t'ju përgatis vend. Ishte gjuha e martesës. Dishepujt e kuptuan menjëherë. Mjeshtri po thoshte se po nisej si dhëndri që shkon të përgatis shtëpinë, por do të kthehej për të marrë nusën e tij. Ndërsa dhëndri punonte në ndërtim, nusja gjithashtu kishte përgjegjësitë e saj. Ajo mblidhte pajën e saj, përgatiste rroba, mësonte receta dhe teknika shtëpiake. Por mbi të gjitha, ajo priste. Dhe kjo pritje kishte një karakteristik ankthi. Ajo nuk e dinte saktësisht se kur dhëndri do të vinte ta merrte. Tradita thoshte se babai i dhëndrit ishte ai që vendoste se kur përgatitjet ishin të plota. Mund të ishte në 10 muaj. Mund të ishte në 15. Dhëndri punonte, babai inspektonte, dhe vetëm kur më i moshuari deklaronte se gjithçka ishte gati, martesa mund të ndodhte. Parabola e 10 virgjëreshave fiton kuptim të ri me këtë kontekst. 5 ishin të matura dhe mbanin vaj ekstra për llambat e tyre. 5 ishin të pakujdesshme dhe nuk u përgatitën për vonesën. Kur më në fund britma ushtoi në mesnat duke njoftuar ardhjen e dhëndrit, gjysma nuk ishin gati. Nuk ishin rregulla të shpikura për të treguar histori. Ishte përshkrimi sakt i asaj se si funksiononin martesat. Kur babai më në fund miratonte përgatitjet, kremtimi fillonte. Dhe çfarë kremtimi? Dhëndri mblidhte miqt e tij më të ngushtë, të quajtur bijtë e dhëndrit ose shokët e dhëndrit. Gjon Pagëzori përdori këtë shprehje për të përshkruar marrëdhënien e tij me Jezusin. Këta burra kishin rol specifik, të shoqëronin dhëndrin në procesion, të garantonin që festa të shkonte mirë dhe të dëshmonin legjitimitetin e bashkimit. Ishte nder i konsiderueshëm të zgjidheshe për këtë funksion. Dhëndri vishte rrobat e tij më të mira. Pëllura të lyra me ngjyra vibrante, mbase të qëndisura me fije ari nëse familja kishte burime. Në disa raste, përdorte edhe një kuror ose kuror lulesh, simbol i gëzimit dhe mbretërisë së përkohshme. Atë natë, ai ishte mbret i kremtimit të tij. Procesioni nisej në të ngrysur, duke mbajtur pishtar dhe duke bërë muzikë nëpër rrugët e fshatit. Thyje, daule, cimbale krijonin melodi festive. Zërat këndonin këngë tradicionale martese. Ishte e pamundur të mos vijej re. Tingulli u njoftonte të gjithëve, këtë natë ka martesë. Fqinjet dilnin nëpër porta për të bekuar. Fëmijët vraponin pas kortezhit. Edhe kush nuk ishte ftuar merrte pjesë në moment nga largësia. Grupi arrinte në shtëpinë e nuses, e cila gjithashtu ishte e veshur me rrobat e saj më të mira. Velloja duke mbuluar fytyrën, bizhuteri të huazuara nga shoqet dhe të afërmit, rroba të lyra me ngjyra vibrante. Ajo shoqërohej jashtë nga shoqet e saj dhe pastaj procesioni i kombinuar vazhdonte deri në shtëpinë e dhëndrit. Vizualizoni këtë skenë. Rrugë të ngushta të një fshati të lashtë. Mure guri dhe balte që ushtojnë nga muzika. Pishtar që krijojnë hije kërcyese. Një komunitet i tërë duke marrë pjesë në momentin më të rëndësishëm në jetën e dy familjeve. Fëmijë që vrapojnë pranë kortezhit. Të moshuar që bekojnë nga portat e tyre. Ajri i ngarkuar me pritje dhe gëzim. Arritja në shtëpinë e dhëndrit shënonte fillimin e banketit. Dhe kur themi banket, nuk po flasim për një pritje prej 3 orësh me darkë dhe tordë. Martesat biblike zgjasnin ditë të tëra. 7 ditë ishte standardi i përmendur në disa tekste. Sansoni ofroi një banket prej 7 ditësh kur u martua me gruan filistease nga Timna. Labani insistoi që Jakobi të përmbushte javën e dhëndërisë me lind para se të merrte Rakelën. Tobia, në librin deuterokanonik që mban emrin e tij, kremtoi 14 ditë festë. Gjatë kësaj periudhe, ushqimi dhe pija rridhnin vazhdimisht. Vera ishte esenciale, aq esenciale sa mbetja pa të përfaqësonte poshtërim të rënd për familjen mikpritëse. Ishte saktësisht kjo krizë që krijoi skenën për mrekullinë e parë të Jezusit. Në Kan të Galiles, në ditën e tretë të një kremtimi martese, Vera mbaroi. Maria e vuri re problemin dhe ja solli Jezusit. Rezultati ishin 6 shqypa guri, secili që mbante mes 80 dhe 120 litra, të mbushur me ujë të shndërruar në verën më të mirë që të ftuarit kishin provuar ndonjëherë. 400 deri në 700 litra verë. Në një herë të vetme. Kjo zbulon shkallën e këtyre kremtimeve.
Dhjetëra ose qindra të ftuar duke ngrënë dhe pirë gjatë ditëve të njëpasnjëshme, kërkonin logjistikë mbresëlënëse. Desh thershin, bukët piqeshin në sasi industriale, fruta dhe hurma grumbulloheshin, djathërat përgatiteshin. Ishte ngjarja sociale më domethënëse që shumë fshatra shihnin gjatë gjithë vitit. Por ndërsa festa ndodhte jashtë, një moment tjetër po afrohej. Më intimi. Më i ngarkuari me kuptim dhe presion. Nata e dhëndërisë. Ky moment quhej në hebraisht të hysh të nusja. Gjuha biblike përdor vazhdimisht këtë shprehje për të përshkruar konsumimin e martesës. Abrahami hyri te Agari. Jakobi hyri te Lia. Boazi hyri te Ruta. Folja mbante kuptim ligjor përveç atij fizik. Hyrja shënonte tranzicionin definitiv. Konsideroni se çfarë përballonte kjo nuse e re. Ajo ishte përgatitur gjatë viteve për këtë moment, por përgatitja teorike nuk e eliminon nervozizmin. Në shumë raste, ajo pothuajse nuk e njihte burrin me të cilin do të ndante shtratin. Mbase kishin biseduar disa herë gjatë periudhës së fejesës, gjithmonë me njerëz të tjerë prezent. Mbase kishin shkëmbyer shikimet e pusi ose në treg. Por intimitet real? Kur? Nëna ndoshta kishte dhënë udhëzime praktike në ditët e mëparshme. Gratë të tjera të familjes ndanin këshilla. Por asgjë nuk e zëvendëson përvojën. Dhe ajo natë e parë ishte një kërcim në të panjohurën. Ajo linte festën e shoqëruar nga shoqet e saj më të ngushta, të cilat e dërgonin deri në dhomën martesore. Dhëndri dërgoi veçmas nga shokët e tij. Të ftuarit vazhdonin të kremtonin jashtë, por të gjithë e dinin se çfarë ndodhte brenda atyre mureve. Konsumimi nuk ishte thjesht akt intim. Ishte përmbushje ligjore e kontratës. Deri në atë moment, martesa mund të anulohej teknikisht. Nga marrëdhënia e parë bëhej e pakthyeshme në shumicën e rrethanave. Dy njerëz të ndarë ishin bërë një mish i vetëm, në kuptimin më literal të shprehjes biblike. Por kishte një aspekt tjetër që sot duket i huaj, madje shqetësues për ndjeshmëritë moderne. Në disa tradita të Izraelit të lashtë, nata e dhëndërisë përfshinte provën e virgjërisë. Ligji i përtërir përshkruan një skenar ku burri, pas natës së parë, akuzon gruan se nuk ka qenë e virgjër kur u martua. Prindërit e të resë atëherë paraqesin dëshminë e pastërtisë së saj, pëlhurën e natës së dhëndërisë të njollosur me gjah. Nëse prova pranohej, burri gjobitej dhe humbte përgjithmonë të drejtën për t'u divorcuar prej saj. Nëse akuza konfirmohej, pasojat për gruan ishin të tmerrshme. Nuk do ta romantizojmë këtë. Ishte sistem patriarkal ku nderi mashkullor ishte i lidhur drejt për drejt me pastërtinë femërore. Gruaja mbante peshë jo proporcionale të pritshmërive dhe rreziqeve. Një akuzë e rreme mund të shkatëronte jetën e saj, edhe nëse më pas provohej e pafajshme. Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të kuptohet konteksti. Në një shoqëri pa teste të ADN-s, ku trashëgimia dhe gjinia përcaktonin të drejtat mbi tokën dhe pronën, siguria mbi atësinë kishte pasoja ekonomike dhe sociale gjigante. Virgjëria e nusës shihej si garanci që fëmijët e lindur do të ishin legjitimisht të burrit. Kjo nuk e justifikon presionin e vendosur mbi gratë. Thjesht shpjegon pse ajo kulturë zhvilloi praktika të tilla. Nata e dhëndërisë kishte gjithashtu dimension shpirtëror të thellë. Në mendimin hebraik, bashkimi fizik mes burrit dhe gruas pasqyronte të vërteta më të mëdha mbi aleancën, besnikërinë dhe krijimin. Gjeneza pohon se burri dhe gruaja bëhen një mish i vetëm. Nuk ishte thjesht metaforë. Ishte përshkrim i realitetit shpirtëror të manifestuar përmes aktit fizik. Profetët e përdorën këtë imazh vazhdimisht. Isaia përshkroi gëzimin e Perëndisë mbi Izraelin si gëzimin e dhëndrit mbi nusën. Osea jetoi fjalë për fjalë një martesë të vështirë për të ilustruar dashurinë e Perëndisë për popullin e tij të pabesë. Kënga e këngëve kremton dashurinë mes burrit dhe gruas në gjuhë aq pasionante sa disa studiues vunë në dyshim nëse duhej të ishte në Bibël. Martesa nuk ishte thjesht institucion social. Ishte ikon e marrëdhënies mes krijuesit dhe krijimit. Kur nata mbaronte, fillonte jeta reale. Dhe kjo jetë kishte konture shumë specifike në kulturën biblike. Gruaja linte plotësisht familjen e saj të origjinës. Zhvendosej në shtëpinë e burrit, që zakonisht do të thoshte të jetonte në të njëjtën çati me vjehrit, kunetërit dhe gratë e tyre. Privatësia ishte luks i rrallë.
Konfliktet mes nuseve dhe vjerave ishin të zakonshme, siç ilustrojnë disa histori biblike. Burri merrte përgjegjësi formale. Eksodi liston 3 detyrime themelore: të sigurojë ushqim, të sigurojë rroba dhe të mbajë marrëdhënie bashkëshortore. Nëse dështonte në cilën do nga këto fusha, gruaja kishte bazë ligjore për divorc. Nuk ishin thjesht pritshmëri të vagëta. Ishin të drejta të garantuara me kontratë. Gruaja, nga ana e saj, administronte funksionimin shtëpiak. Fjalët e urta përshkruajnë gruan e virtytshme si dikë që ngrihet që pak dhirë, shpërndan detyrat shërbëtorëve, negocion blerjen e fushave, prodhon pëllura për shitje. Nuk ishte figurë pasive apo dekorative. Ishte menaxhere e një njësie ekonomike komplekse. Fëmijët priteshin. Më shumë se priteshin, ishin objektivi qendror i martesës. Një grua që nuk arrinte të mbetej shtatzën përballej me presion social imens. Rakela i tha Jakobit, më jep fëmijë ose do të vdes. Nuk ishte dramë e egzageruar. Ishte shprehje e sinqertë e dëshpërimit të një gruaje, identiteti social i së cilës varej nga amësia. Në raste ekstreme të infertilitetit të zgjatur, gruaja mund të ofronte shërbëtoren e saj si konkubin për të lindur fëmijë në emër të saj. Sara e bëri këtë me Agarin. Rakela me Bilën. Lia me Zilpën. Sistemi duket i huaj sot, por u përgjigjej nevojave praktike të asaj kohe: vazhdimësia familjare, kujdesi në pleqëri, ruajtja e trashëgimisë. Dhe sa i përket divorcit, ekzistonte, por me rregulla specifike. Ligji i përtërir lejonte që një burr të lëshonte letër divorci nëse gjente te gruaja ndonjë gjë të pahishme. Gjenerata rabinësh debatuan mbi kuptimin e saktë të kësaj fjalie. Shkolla e Shamait e interpretonte në mënyrë kufizuese, vetëm pabesia seksuale justifikonte divorcin. Shkolla e Hilelit ishte më liberale, edhe djegja e darkës mund të ishte motiv. Jezusi u pyet drejt për drejt mbi këtë. Përgjigjja e tij drejtoi mbrapsht te fillimi. Atë që Perëndia bashkoi, njeriu të mos e ndaj. Divorci nuk ishte pjesë e planit origjinal. Mojsiu e lejoi për shkak të ngurtësisë së zemrave njerëzore. Ishte lëshim, jo ideal. Në praktik, divorci ishte shumë më i lehtë për burrat se sa për gratë. Burri mund të niste procesin praktikisht për çdo arsye. Gruaja kishte opsione shumë më të kufizuara. Braktisja, refuzimi i mbajtjes ose mizoria ekstreme mund të jepnin bazë që ajo të kërkonte ndarjen përmes gjykatës fetare, por procesi ishte i mundimshëm. Një grua e divorcuar ose vejush pa fëmijë të rritur përballej me situatë të pasigurt. Pa burr për ta mbajtur, pa fëmijë për ta mbështetur, ajo varej nga bamirësia e të afërmve ose e komunitetit. Libri i Rutës tregon këtë realitet. Noemi dhe Ruta, të dyja vejusha, përballeshin me varfëri reale. Zgjidhja erdhi përmes një mekanizmi tjetër të sistemit martesor të lashtë, martesa levirate. Kur një burr vdiste pa lënë djem, vëllai i tij kishte detyrimin të martohej me vejushën dhe të lindte pasardhës në emër të ndjerit. Nuk ishte zgjedhje. Ishte detyrë. Djali i pari lindur do të konsiderohej ligjërisht djali i vëllait të vdekur, duke trashëguar emrin dhe pronën e tij. Ky zakon shpjegon historinë e Tamarës në Gjeneza. E martuar me Erin, i cili vdiq pa fëmijë, ajo ju dha Onanit, vëllait të tij. Kur edhe Onani vdiq, Juda premtoi djalin e tij të tretë, por nuk e mbajti premtimin. Tamara, e braktisur në harresë sociale, mori masa drastike për të garantuar të drejtat e saj. Sistemi i martesës biblike nuk ishte i thjeshtë. Nuk ishte i drejtë sipas standardeve moderne. Por kishte logjik të brendshme konsistente, të zhvilluar përgjatë shekujve për të shërbyer nevojave të një shoqërie agrare të bazuar në klane dhe gjini. Dhe brenda këtij sistemi, diçka surprizuese ndodhte rregullisht. Dashuri. Isaku e deshi Rebekën dhe u ngushëllua pas vdekjes së nënës së tij. Jakobi e deshi Rakelën që nga momenti kur e pa të pusi. Elkanahu e donte anën thellësisht, edhe pse ajo ishte sterile. Kënga e këngëve të imbushet me pasion mes dy të dashuruarve, sa e bukur je, e dashura ime, sa e bukur je. Dashuria nuk ishte parakusht për martesën, por shpeshherë bëhej fryti i saj më i çmuar. Dy njerëz të bashkuar me vendim të tjerëve, duke jetuar bashkë ditë pas dite, duke u përballur me vështirësi krah për krah, duke rritur fëmijë, duke ndërtuar kujtime. Përgjatë kohës, kontrata e ftohtë shndërrohej në lidhje të gjallë.
mbase ka urtësi në këtë që kultura moderne e hodhi poshtë shumë shpejt. Ne e bazojmë martesën në ndjenjë dhe kur ndjenja zbehet, e konsiderojmë bashkimin të dështuar. Ata e bazonin martesën në angazhim dhe e linin ndjenjën të rritej brenda kësaj strukture të sigurt. Nuk po mbroj martesat e rregulluara me forcë. Po vëzhgoj se dashuria e ndërtuar mund të jetë po aq reale sa dashuria e çastit. Ndonjëherë më jetë gjatë. Martesa biblike mbante gjithashtu peshë kozmike. Nuk ishte thjesht bashkim i dy individëve. Ishte pjesëmarrje në qëllimin krijues të Perëndisë. Të jeni pjellor dhe të shumohuni ishte urdhri i parë i dhënë njerëzimit. Martesa ishte konteksti ku ky urdhër përmbushej. Çdo familje e re e përfaqësonte vazhdimsinë e aleancës. Bitë e Abrahamit do të bëheshin komb i numërt si yjet e qiellit. Gjinia e Davidit eventualisht do të prodhonte Mesian. Martesa specifike kishin vend në planin e madh të shpëtimit. Prandaj Bibla regjistron gjenealogji që u duken të mërzitshme lexuesve modern. Çdo emër përfaqëson një martesë. Çdo martesë përfaqëson vazhdimsi. Historia e shpëtimit përparon përmes familjeve. Dhe kur beslidhja e re dëshiron të shpjegojë marrëdhënien mes Krishtit dhe kishës, cilin imazh zgjedh? Martesën. Pali u shkruan Efesianëve: burra, duajini gratë tuaja ashtu si Krishti e deshi kishën dhe dha veten për të. Marrëdhënia mes dhëndrit hyjnor dhe nusës së shpëtuar bëhet model për çdo martesë njerëzore. Apokalipsi kulmon në banketin e dasmës. Qengji takon nusën e tij. Aleanca plotësohet. Ajo që filloi në Eden me një burr dhe një grua përfundon në Jeruzalemin e ri me kremtim të përjetshëm. Mijëra vjet kanë kaluar. Kontratat në pergamen u bën certifikata në gjendje civile. Mohar u bë unaz ari. Procesioni me pishtar u bë hyrje në kishë me marsh nupcial. Por diçka mbeti e paprekur. Ideja se martesa nuk është thjesht mbi dy zemra, por mbi një aleancë para diçkaje më të madhe. Kur Jezusi zgjodhi shfaqjen e tij të parë publike në një martesë në Kan, nuk ishte koincidencë. Ai po thoshte se bashkimi mes burrit dhe gruas mbart peshë të përjetshme. Po bekonte me praninë e tij institucionin që do të shërbente si imazh i vetë dashurisë së tij për njerëzimin. Sot ju mund të martoheni për dashuri, të zgjidhni bashkëshortin tuaj, të planifikoni çdo detaj të ceremonisë. Rregullat kanë ndryshuar. Pritshmëritë kanë ndryshuar. Presioni mbi virgjërinë dhe pastërtinë është zvogëluar në shumë kultura. Gratë fituan të drejta që paraardhëset e tyre nuk mund t'i imagjinonin. Por ftesa vazhdon të jetë e njëjta që ushtonte në kodrat e Judes para 3000 vjeçarësh, të lësh baban dhe nënën, të bashkohesh me tjetrin, të bëhesh një mish i vetëm. Jo si detyrim i imponuar nga familjet, por si aleancë e zgjedhur para Perëndisë dhe komunitetit. Martesa biblike, me të gjitha praktikat e saj të huaja për syt modern, na mëson diçka që mbase e kemi harruar. Martesa kur nuk ka qenë kryesisht për të gjetur personin e përsosur që na plotëson. Ishte për dy njerëz të papërsosur që ndërtonin diçka më të madhe se vetja e tyre. Ishte për angazhimin që i paraprin ndjenjës. Ishte për aleancën që mban dashurinë edhe kur pasioni fillestar ftohet. Në atë natë dhëndërie para 3000 vjetësh, kur një ere nervoze hynte në dhomë me një burr që pothuajse nuk e njihte, ajo nuk po fillonte thjesht një martesë. Ajo po merrte pjesë në diçka të përjetshme.